Edhe pse e kemi dëgjuar shumë herë deklaratat e kryeministit Kosovës se ai është në koordinim me Dragodanin, është në koordinim me... U demantuan këto. Deklarata e me frest e Departamentit Shtetit Amerikan, që është dhënë dje, se kjo në jep një mesazh shumë shqetësues. Jeni shqetësuar general? Absolutisht, edhe të fillu prej meje, si qytetar, i thjesht edhe deri te institucionet në gjitha nivelet, që është në ato lokale, që është në ato shtetërore, do duhet që t'jenë të shqetësuara. Presioni i jashtëzakonshëm në gjykatën kushtetuese, që është bërë me muaj të tërë, mos formimi i institucioneve të Republikës Kosovës, që neve na ka kushtuar me qindra miliona euro, që s'kemi mujt të marrim nga Bashkimi Evropian. Qytetarët janë të jetuar në një pasiguri, ku nuk i kjeti institucionet, nuk i kjeti qeverinë, nuk i respekton ligjet, ftohesh ti si kryeministër, ftohesh që të dëshmosh për një rast të korrupsionit të kabinetit tanë, nuk i përgjigjesh prokurorisë, nuk i përgjigjesh gjyqësorit, nuk i respekton institucionet tua të shtetit, që ti je i thirrën, si çdo qytetar tjetër i Republikës Kosovës, këto të gjitha kanë luajtur një rol shumë negativ në marrëdhëniet e Kosovës me partnerin tonë strategjik që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës.